Po hëmë për se do të bëj më vonë. Do të bëj më vonë se më çmene. Ky nuk jam unë. Ky që bëra unë, je ti. Je ti që të gjitha gjërat i shtyn për më vonë. Do bëj më vonë këtë, më vonë atë, më vonë atë. E kupton që po humb mundësinë për të transformuar veten tënde, edhe po e lë veten pas dore, hap pas hapi. Çdo herë që e shtyn, është një hap pas. Dhe kjo është një gjë që po të lë ty mbrapa. Unë kam përgatitur një webinar, një trajnim online dhe është falas. Quhet Programo për Sukses. Dhe nëse ti bindesh që të rish 2 orë vetëm me mua, unë më të tregoj disa teknika dhe të të bëj ty në një gjendje që të futesh përsëri në lojë. Edhe diçka po them. Nëse nuk e bën këtë, mund të të kushtoj shtrenjtë. Lek, kohë, energji, ndoshta edhe lumturi. So, a do ja vlente kjo? Ta bëj këtë për familjen tënde, për jetën tënde, për karrierën tënde. Kliko linkun 2 orë me mua falas.